Tani, siç e dim, kemi caktuar, jemi në muajin të themi elektoral, zgjedhjet në tërësi kanë ecur, ka patur probleme në ndonjë vend të cilat po zgjidhen në mënyrën më demokratike dhe më të drejtë, por duhet të ngrem një grup për përgatitjen e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, i cili u avancue një javë për shkak të sallës, që ta dini domethënë, nuk kishte mundësi në asnjë sallë atë datë që e caktuam, përveç se ta bënim jashtë, ajo s'kishte kuptim, por besoj se ai vendim është bërë i ditur. Natyrisht tani duhet një grup pune për përgatitjen dhe grupet e punës që punojnë me statutin, grupet e punës që punojnë me të gjitha problematikat, tani duhet të finalizojnë punët e tyre. Duhet vazhdojmë me të gjithë përpjekjet tona për antarësime të reja, për hapjen e Partisë Demokratike, duhet vazhdojmë me të gjithë përpjekjet tona modernizimin e Partisë Demokratike. Këto do jetë drejtimet më themelore tona. 2 fjalë do të them para se ju të nisni punën. Partia Demokratike ka qenë dhe mbetet mënyrë absolute parti e hapur ndaj garës më eprore. Partitë që zgjedhin kryetarët me një antar një vot nuk janë shumicë, por janë pakicë. Dhe cili do mund t'i referohet, janë një pakicë që po rritet. Kanë qenë shumë pak, po bën më shumë, por së janë pakicë. Por natyrisht nuk ka mënyrë më dinjitoze të përfilljes antarësisë se sa t'i ftosh ata të votojnë për kryetarin e degës, për kryetarin e partisë e me radhë. Kështu që në këtë kuadër ne kemi instaluar me kohë dhe jemi dhe do mbetim në mënyrë të hekurt Partia e Garës së Lirë